këtë Rozanën. Ke unë, kur ke folur. Ke gjest, kur ke folur me mu po prapë se ke vlerësu gjestin. Nga ana tjetër shkon mi thua bro, bën loje, o këshu ashtu. Për çaj bën gjitha këto? Për çaj bën? Kush është qëndrimi jotë më? Në shtëpi. Se që të thush që ti je vetëm, nuk je. Si që jam unë. Vetëm ti nuk je. Vetëm jam. Po, për nuk je, sepse ti je duke mbrojt lojën e Gjesit dhe lojën e Rozanës. Dhe praktikisht ti e bën kundra meje. Ama kur të leverdis ty, kundërshton Gjesin, kundërshton Rozanën. Po thjesht kur të leverdis ty. Thuj llaf sa me thënë, sepse dhe ato e thua në mënyrë si përfaqësore. Kundra atyre flet në mënyrë si përfaqësore, sa me thënë ja dy fjali. Thjesht kështu përsedër, hajtë më. Që mos quhesh sikur po i shkon mrapa atyre kokë e këmbë. O, Gjo. Ti s'di të mbash një qëndrim, edhe për veten tënde. Nuk di ta mbash atë qëndrim. I pozicionuar tek Rozana, pik, është shumë e qartë. Qa mendon ti që duhet të presun nga ty, dhe kur thua ti e këtë e kam për të mirë, e kam për kështu, e kam për është. Si mundet, kur ti e pozicionuar ty?